humbjes së sigurisë brenda grupit. Që do thotë se tash do të hasim veç mjetet informime fillojnë me sulmu, nuk janë të kënaqur me paraqitjen e Cristiano Ronaldos. Po Cristiano është profesionisht, i ka bu boll ty në kritika, është demisht pro. Jo, tash disi është puna që ekipi fillon me u luhat në karakter. Dhe kjo është ajo pjesa se si do të menaxhohet, sepse na gjithë shohim një lojë se si zhvillohet, por nuk shohim këto presionet të cilët janë që vinë nga jashtë. Menjëherë është atakohet Cristiano Ronaldo me notën vogël, me paraqitje jo të mirë. Pas statistikave vetëm pasime kishte bërë të sakta. Jo, po e ka notën 6.4 që nuk është notë për Cristiano Ronaldo dhe tash do të insistohet me siguri pse dikush nuk zaventsohet, pse nuk vjen dikush majri aty, brenda grupit do të ketë luhatje, edhe pse ata deklarativisht do të dalin në mbështetje, na jemi Cristiano me qenë kështu, por brenda grupit shtohet presioni. Ky menaxhim brenda grupit është shumë i rëndësishëm në këtë moment, sepse edhe unë konsideroj që Portugalia është ekip favorit, Portugalia është ekip shumë i fortë. Po, është vetëm ndeshja e parë, mund do të shka ndeshja e dyta. Na favoritët i kemi qëllu, edhe kemi thënë se dikush dhe të befasoj. Ndoshta kushtrimit ta befasia më e madhe do të ishte me qenë Kongo. Për kundrazi këtu, edhe vërtet, prej krejt kësaj gjiro, nuk do të ishte befasi nëse Austria do të humbte, apo do të humbë Norvegjia. Po. Por me ndodhë Portugalisë, e cila është njëni prej favoritëve. Pa, kemi thënë që është nivelizu futbol. Gjithë kush mund të ambosh gjithë ka. Na tham. Bash ashtu, unë s'kam fajtu, të aty kanë thënë. Të aty kanë thënë. Dy analistat e mësurit kanë thënë. Ndeshjet po e tregojnë. Kongin po pitën kush me bu. E që ka bu ka ik. A shumë ka të vetë.